një situatë të trazuar në Maqedoni, zgjedhjen Kosovë. Pra, Ballkani po vlon, por unë dua mendimin tuaj për Tiranën. Sa i përket investimit në Sazan, aty po flasim për këto protesta. Në Zvërnec, më saktë. Sipas mendimit tim, unë dje e bëra një status, do t'i përkraja vetëm në aspektin e transparencës. Pra ajo është pronë e gjithë shqiptarëve, qeveria është agent i qytetarëve, po flasëm në aspektin filozofik, atë privilegj të agentit të qytetarëve fiton me votë. Të shti demokratike, pa demokratike, Edi Rama i ka fitu votat. Dhe aje ka të drejtën legjitime të flasë në emër të qytetarëve. Por me gjithatë për këso vepra duhet të ketë një debat gjithë popullor, publik, pra të jetë transparent. Në këtë aspekt unë protestuesit që i përkraj. Për ndryshe, këto broshkullat se Izraeli po vje atje, se madje edhe mbrojtja e ambientit, unë nuk di se cili investues, po flasim për turizëm, nuk do ta mbroj ambientin aty sepse biodiversiteti tërhek turist, për më tepër turist çfarë unë e kuptova se investimi do të jetë pra luksos. Prandaj unë nuk i frigohem dëmtimit të biodiversitetit atje, për më tepër besoj se investuesi do të ketë kujdes të veçantë, sepse ajo do të jetë përparësi konkurruese për atë projekt, krahasuar me investimet të themi në Greqi apo në Turqi apo të natyrës së ngjashme apo në Itali. Në Greqin, pra kush është skenari me besu? Nuk është transparente, nuk e përjashtoj. I pash disa islamist, sidomos këta kosovar, të cilët ishin solidarizu, e di që ata janë solidarizu nga fakti se Gjerd Kushner është hebre, por ajo është amerikan. Ke parasysh. Dhe pa marrë parasysh, investuesi, sepse kapitali nuk ka komp. Dakor, të është arab. Në rastet amerikane. Në rastet e veçanta kur mund të si them rrezikohet rrethi, shoqëria, prandaj duhet me një diskurs, me një diskutim, debat publik që ky problem të zgjidhet. Unë nuk e shoh problem, po e shoh që është krijuar si problem. Tashti, kritikat që i me Rama dhe anti-ramistët, unë nuk jam pro Rama, ata të cilët mua më njohin, unë kam qenë shumë kritik, jam kritik për skenën në Shqipëri, nuk i du skenat politike, sidomos post-komuniste të dominohen nga një individ, po për skenën politike në Shqipëri sa ka faj Edi Rama, nëse e ka rritë atë nëpërmjet të korrupsionit, siç po e akuzojnë kundërshtarët, kanë pas që faj edhe opozita me theks veçantë Sali Berisha, të cilin dikur e kanë përkrah, po tashti tani janë në këtë projekt, janë të dy në ekran në mbrojtje. Shiko, unë thash, solucioni më i mirë është debati publik. Ajo toka që nuk është Edi Ramës, nuk ja ka lënë Kristaq Rama trashëgim, është tokë e Shqipërisë, ka hise secili qytetar i Shqipërisë. Me një debat arsyeshëm civilizues,
unë e di që edhe qytetarët e Shqipërisë, nëse e shohin se është në interes të Shqipërisë që të zhvillohet turizmi, do të jenë dakord. Tash e kam parasysh se dikush më atje për arsye ambientalistët, për çfarëdo arsye do ta kundërshtojnë, por ata janë minor. Shiko, Toni Bleri e pati para një jave një kritik për politikë bërjen, strategjinë aktuale të qeverisë britanike në lidhje me ndotjen globale. Në lidhur me energjinë e fosileve dhe kësaj energjisë ripërtritshme, siç po I thuhet, apo me zero ndotje, e cila është shumë më shtrejt. Për këtë arsye dhe ka kohë që shpimet në detin e veriut, Britania I ka të thua shpezulluar, nuk ka lëshuar licenca për të bërë më shumë hulumtime. Gjërsa në ndotjen globale, ekonomia britanike merr pjesë 1%. Pra ndotësja më madhe është Kina, pastaj India e tjera. To shtetet e zhvilluara por në zhvillim, manufakturat botërore, siç po ju referoj. Tashti, cili është them kështu kontributi I Shqipërisë me atë ekonomi të cilën e ka në ndotjen globale. Nëse Britania ka 1%, me këtë ekonomi çfarë e ka, çfarë do ta ketë Shqipëria. Prandaj këto imitimet e perëndimit, unë jam dakord. Duhet ta shikojmë perëndimin, trendet e perëndimit, por marrjet copy-paste të trendeve pa shiku interesin ton, më duke naive. Mund të hiqet kushtin nga projekti e njëjta gjë siç ndodhi në Beograd pas protestave, apo nuk? Se kemi dhe zgjedhjet e mesmandatit atje tani. Ky debat po thuaj se ndër lajmet kryesore në Shtetet e Bashkuara, reagoi djali Bidenit, pra kemi po vinë zgjedhjet, do merren edhe me projektin në Shqipëri përballë asaj që kanë hallë probleme atje. Po unë veç I pash disa media britanike, Independenti, që është anti-Trump, e që kishte shkruar një kolum, ishte bërë një raportim lidhur me protestat në Shqipëri kundër këtij projektit. Natyrisht se demokratët do ta përdorin për këto zgjedhjet midterm, që siç u thuhet, për kongres atje. Kjo është shumë e kuptueshme. Jashtë kësaj, unë them se me një debat civilizues, ky projekt besoj se do të ecte, por me transparencë. Jo në stilin unë solla e bëra këtë për Shqipërinë, ky kompleksi I Skënderbeut që I myti këta liderët tanë, mos thon kompleksi Napoleonit, po ju them kompleksi Skënderbeut, kjo lufta me histori. Kemi dëgjuar dhe Albin Kurti ka filluar thot jam lideri më I votuar në historinë e Kosovës. Ky Sfeshla, Xhelal Sfeshla kishte deklaruar, kishte dhënë deklarat, kishte thënë unë jam ministri I punëve të brendshme I pari në historinë e Kosovës. Ju kalu e bën kalimin gradual dhe natyral në Kosovë, në një jemi, por si ky kompleksi Skënderbeut na I dërmoi këta liderët tanë, secili më Skënderbeu se tjetri, secili më figurë historike se tjetri. Kjo arrogancë provinciale, për mos thonë maloke, duhet ndaluar. T'jem pak më modest, të dim se Shqipëria sa ka ngela, a është 2 milion, Kosova është diku 1,5 milion. Birminghami këtu I ka 2 milion banor, tashti ke parasysh, me pyet dikë se kush
kush është kryebashkiak i Birminghamit, nuk e di asun. Zoti Tali, ne jemi... Kaq me rëndësi janë këta liderët tanë. Prandaj, le ta ndrojmë qasjen. Una? Po. Qerin e bëjnë ma. Për vete. Andaj kemi ngel vendet më të pazhvilluara, bëjmë gara. Herë ne jemi më të pazhvilluarit, herë Shqipëria. Ka herë Kosova i del përmi Shqipërisë, e herë Shqipëria në del. Po asnjëherë nuk po mundemi me dalë, me u ikë fundit të tabelës.